edhe libri është ajo streha ma mirë, ose si të thotë ndryshe, ajo hapësira ma mirë, ku njeriu e gjenë qetësinë e vetë shpirtërore, më përsërë afër me këtë temë është dashur të ashtrojnë institucionet, që të mos ato që janë përgjegjëse për këto, për shembull Ministrit të Kulturës, institutet shkencore që janë bie fjala Institut Albologjik apo Akademi të Shkencave, të cilat duket sikur janë mbyllur me ato rreth këto tematike të veta dhe prekupon më shumë se çka krijojnë vetë, më shumë se çka krijon shoku i tyre ose miku, se sa për shembull që të parapet di ose libri ose si tash do t'i përgjigjen sfidave të reja të pozitës që ka libri sot. Është përmend shpesh se tashmë jemi në atë epokën digjitale. Dhe kjo është arsyeja, ndoshta që ka një paradoks, do thosha në këtë aspekt. Në një anë, për shembull, kemi një fluks jashtëzakonisht tepër të madh botimeve. Mirë, nëse dikur bie fjala në Shqipëri e kanë pasur një shtëpi botuese që është quajtur në Frasher, ja? Ose në Kosovë Rilindja çfarë ka qenë. Kanë qenë edhe ato shtetërore tjera, si libri shkollor e tjerë, po me ekskluzivisht me veprimtari letrare, po dhe dokumentare, historike, i marrë këto institucione që i përmenda dikur. Që ma shumë se 3 dekada sa tash po bëhen, domethënë po bëhen Kosovë. Po dhe në Shqipëri tash po ka me 10 për të mos thënë dhe me qindra botues që kanë dalë. Tashmë nuk ka monopol mbi veprimtarin botuese, si më thonë, vetëm një shtëpi botuese, vetëm individ saktuar. Sado që, domethënë, tash në këtë hovë dhe dinamik të botimit librave shquhen disa botues, që kanë dalë që përfaqe, që punojnë mirë profesionale, që botojnë autor serioz, edhe që merren me vlerat e me fillt artistike. Tash, domethënë, në kuadrën e këtyre shtëpive botuese është e vërtetë që botohet libri që ka vlerë. Ka dhe autor të vlerëshëm. Pa morë pashë gjenerata ta e në treja tash apo të vjetra dhe tash jenë kontakt ata vazhdimisht edhe me autor të ri, përveç atyre gjenerata të vjetra që kanë shumë dekada. Tash, ku është tash libri sot edhe kultura këto? Kjo epokë digjitale tash që është. Tash kjo pe kërkon shpejtësinë, dinamizmin. E libri është diçka tjetër. Ka dhe në filozofi përdoren 2 terma, termi ekzistenca dhe esencë. Ekzistenca gjithmonë është e dinamika, lëvizja, do më thonë mbijetesa ose gjithçka që ka të bëjë edhe me kapitalin, edhe me biznesin, po edhe me produksionin, edhe gjithçka që është që ekziston, vetë kjo. Esenca është diçka tjetër, është ajo që kërkon qetësinë, që kërkon thellimin e kontemplacionin ose persjatin e thellë, edhe libri është ajo streha ma mirë, ose si të thotë ndryshe, ajo hapësira ma mirë, ku njeriu e gjenë qetësinë e vetë shpirtërore, edhe ku e gjenë vetë vetën, ndoshta krejtësisht në kontrast me atë që është dinamik, që është shpejtësi, që është baramendje, që është vorbull.